Ka reaguar me njëherë në një komunikat në faqen zyrtare lidhur me dhomën luksoze brenda burgut Peqinit, në lidhje me materialin e publikuar në media, rrjetet sociale, ku pretendohet se një ambient i paraqitur në video si luksoz ndodhet në IEVP Peqin dhe përdoret nga një dënuar, sqaron opinion publik se pas verifikimeve të kryera rezulton se nga data 30 prill 2026 në vijim nuk ka ekzistuar dhe nuk ekziston asnjë ambient i tillë në IEVP Peqin. Drejtoria e përditshme e burgjeve mbetet e hapur ndaj çdo verifikimi institucional dhe fton mediat, gazetarët dhe çdo person që disponon informacion shtesë mbi rastin të bashkëpunojë me autoritetet kompetente për zbardhjen e plotë të fakteve. Informimi i publikut mbi çështje me interes të lartë duhet të mbështetet në të dhënat verifikuara dhe në paraqitjen e saktë të rrethanave të çdo rasti, thuhet në njoftimin e drejtorisë së burgjeve. Dhe për të vijuar këtë bisedë, por padyshim për të folur dhe për operacionin më të fundit SPAK, kam kolegun Artan Hoxha. Artan, faleminderit që u bashkove sërish. Po, faleminderit thimi për ftesën. Reagimin e drejtorisë burgjeve VP, ndërkohë ne sot ti ke sjellë edhe një tjetër foto ekskluzive. E kemi mendim në regjisë foton? Po, okay, kjo është foto. Heqim pak strishën. Ky është kthimi në identitet. Mbas asaj videos që publikua, kthimi në identitet po e mbaj mend ata që kanë parë videon. Po, aty është televizori dhe dera tualetit. Aty është dera tualetit, është dritare ku janë kangjullat. Po, e tavani dallohet që është me punime. Tavani nuk është prekur, se s'kam patur ngjerat aty. Pra, së pari njerë kjo vleti për të treguar që institucionet kur duan reagojnë. Dhe për këtë i përgëzojmë që reagojnë. Pastaj pjesa tjetër, kjo është gjë që unë nuk e di kush i këshillon atje. Po që e ndajnë me data. Pra kjo nuk është në data 30 e mbrapa. Po ne çfarë thamë këtu në emision? Ne thamë që ka 2 muaj që është kjo qelia. Dhe unë përmenda një raport kontrolli që kishin bërë po drejtoria e burgjeve. Për të thënë që ishte një instancë aty që kishte reaguar. Dhe në sajt aty reagimi, pra kishte vajtur dy kush nga drejtoria e burgjeve dhe kishte thënë kjo lloj qelie cënon sigurinë e burgut. Prandaj është kthyer në identitet. Po. Kështu që megjithon ti ndihmojmë, po duan ndihmojmë se kam, por kjo që e ndaj me data, nga data 30 prill e këtej, s'është edhe nga data mund të ketë që nga data 30. Nuk është ky reagimi. Nuk është ky qëllimi fare. Dhe qëllimi jon nuk është kjo. Qëllimi jon është që aty brenda ta kenë të qartë se më kanë të bëjnë dhe së dyti drejtoria e burgjeve duhet kërkoj se s'bën një përmirësim të kushteve dhe të pagesave dhe të shpërblimeve që kanë punonjësit e drejtorisë burgjeve. Ky është edhe qëllimi pse unë nxorra aty. Dhe thash, këta njerëz duhet të kenë një tjetër vëmendje. Nëse ti ke të bësh me këta që trafikojnë tonelata, çfarë preti? S'do t'i korruptojë ti ata gardianët që ti kemi 6.000 lekë? Po. Pra, gjithsesi, thashë një herë, kjo është pamja e re, që ka qelia, është kthyer në identitet. Sigurisht që ata nga burgjet kanë pasur reagime shumë të forta nga burgjet, sepse normal se kur denoncohet një skandal gjithë i brenda, ky është problem. Gjithsesi thashë reagimi është më i rëndësishëm se çdo gjë. Ajo qelia që ja kalonte edhe atyre hoteleve në Dubai, në arredim dhe në Gusto, se Gusto kishte dhe arredim kishte. Tashmë është kthyer si gjithë të tjerat atje brenda, që luftojnë në tepër për mos futen tek kafazin gjykat, jo tek kushtet brenda burgjit. Megjithatë, e fundi që do të them për këtë histori është që gjëja kryesore që duhet ketë administrata aktuale e burgjeve, përveç sigurie e gjitha, është që duhet ta ngrejë zërin për kushtet në të cilat punojësit e vetë janë. Është vërtet, gardianët, sepse ata janë dhe ata janë në burg, duan paga më të mira, mbështetje më e madhe. Do të mbushet me bostë të krimit organizuar që u sekuestrohen me qindra miliona euro pasuri, çfarë preti që të ndodhë? Kjo është gjë të ndodhë dhe ky është një sistem i cili nuk e godet dot vetëm një person. Po. Duhet një infrastrukturë e tërë që ta ndryshojë situatën. Tan, faleminderit edhe për sqarimin edhe për materialin që solle, si për videon, si për foton e kthimit në identitet. Ndërkohë nuk e di pse gjithmonë kur ndodh që ne dakordsohemi bashkë për intervista, gjithmonë ka operacione të rëndësishme, nuk e di, është fat ky që më ndodh mua që të kem ty gjithmonë ku kanë gjëra të tilla. 50 ton kokainë, 10 persona masa rese për 10 persona, Nikol Biba, Isa Aliu, Sokol Biba, Florian Musaj,
i vetmi arrestuar deri në momente. Armando Pacani, Denis Matoshi, Naldi Uzeiraj, Oklid Aliu, Shpotim Aliu dhe Dritan Gjika. Në fakt, lista duhet nisë nga fundi. Nga Dritan Gjika. Nga fundi. Është emri më i njohur apo jo? Nuk është në një qefi mafë, dhe më thënë. Tan, është emri më i njohur? Është emri më i bushëm, sepse... Por edhe tjerët njihen? Në mediat ndërkombëtar, po patjetër që Okej. Ndalin e pak. Sepse Dritan Gjika po njohë në Shkodrani. Është njeriu i përfshirë direkt në fushatën elektorale të zgjedhjeve presidenciale në Ekuador. Pra është njeriu që financoi fushatën e presidentit të djathtë Guillermo Lasso. Dhe kishte lidhje direkte me familjarë të Guillermo Lassos. Kur themi lidhje direkte, çfarë? Direkte me kunatin e tij, me ka investime kompani përbashkëta, ka një seri, jo një kompani, një seri bashkëpunimesh. Dritan Gjika ka shkuar herët aty, pra që nga viti mos gaboj 2011, ka shkuar në Ekuador dhe ka vendosur lidhje shumë të forta. U kthye pastaj duke patur lidhje direkt me presidentin dhe me rrethin e ngushtë presidentit të djathtë, sipas mediave dhe opozitës ekuadoriane, në fushatën elektorale grupet shqiptare paguan diku te $5 milion. Si paguan? Sponsorisuan fushatën $5 milion. Sepse rezultati ka qenë shumë i ngushtë dhe presidenti Lasso, i cili për 23 vjet ka qenë CEO banke, familja e tij është aksionere në bank. Dhe kjo është lidhje që ta bën me shqiptarët. Prandaj ka pas lidhje. Shqiptarët aty ishin grosistë, ishin tregtarë të mëdhenj, çonin paratë që merrnin produktin. Dhe prandaj ata i njihnin dhe kishin lidhje me të. Dhe mbas 20 vitesh që kishte qenë pushtete Majta, Lasso erdhi, po nuk e mbaroi mandatin, në fakt, sepse një nga kandidatët i cili ishte kundër tij u tha në atë kohë që u vra, pra ishte në të kaluarën që ishte gazetar, u vra në atë kohë u tha që e kanë vrarë mafia shqiptare, gjë që në fakt nuk rezultoi ashtu, por kjo i ekspozoi shqiptarët. Dhe shqiptari më ekspozuar në Ekuador, pavarësisht se ne kemi folur për Gramoz Xhepi, Gramoz Xhepi ka qenë më tepër më shumicë e kohës në burg, pra është arrestuar që në 2014 Gramoz Xhepi. Ndërkohë, Dritan Gjika nuk ka qenë njëri arrestuar, ka qenë njëri që ka vazhduar, ka hapur me 10 kompani. Biznese ilegale, thua. Një pjesë e partnerëve të tij, 6 prej tyre janë gjetur të vrarë në një ngjarje në, mos gaboj, në bregdetin e pajësorit në Manta. Të gjithë bashkë, të gjashtë? Të gjithë, dhe ishin biznesmen, nuk ishin 6 vete janë gjetur të vrarë aty. Dritan Gjika iku nga Ekuadori, kur erdhi presidenti i ri, i cili ktheu vendin me njëherë në përplasje, mbështetur edhe nga autoritetet amerikane, me 2 kartelet kryesore, Los Choneros, që ka diku te 22.000 antar, dhe Los Lobos ka 8.000 antar. Ata me njëherë shkakton një trazir të madhe në burgje, sepse në Ekuador krimi komandohet nga burgjet. Pra, kush ka kapur, cili nga kartelet ose nga organizatat e mëdha kap burgjet, sepse bosët kryesorët atyre janë në burg, nuk qëndrojnë jashtë. Dhe aty supozohet që janë më të sigurt, por ne kur ka përplasje në Ekuador, ti dëgjon që duhen 3 ditë, 4 ditë që të rimeret burgu, pastaj ka një numër të lartë të vrarësh, në një rast pati deri 300 të vrarë, sepse edhe brenda burgat janë të armatosur. Nuk kanë qenë litë të këtij niveli që në treguan, por janë të armatosur, qëndrojnë të armatosur aty brenda. Kështu që Dritan Gjika është ky personazh, ka krijuar atje një rrjet shumë të madh, dhe duke krijuar një rrjet shumë të madh, ai kishte kollaj që të gjente të çarat e sistemit dhe ku agjencitë e zbatimit ligjit atje korruptoheshin, dhe se si ai të mos prekej nga operacionet që kryheshin nga autoritetet ekuadoriane. Pra Ekuadori nuk është një vend prodhues, është vend tranziti, por porti i Guayaquilit u kthye në portin kryesor për gjithë planetin sasia që dilte aty. Pra që vinte nga Kolumbia, nga Bolivia, nga Peruja, dhe nëpërmjet atij porti, sepse rezultoi që ai ishte në fakt në Guayaquil kur më shkuar edhe unë mendoja që ishte një port, janë 4 porte. 4 porte. 4 porte dhe është një qytet diku te 4 milion banor, shumë i shtrirë, është një delte e madhe dhe është krejt ndryshe nga Quito, nga kryeqyteti, dhe Ekuadori, Guayaquili u kthye në
si them, në bazën operacionale të narkotrafikut global. Ati gje dhe kartelet meksikane, dhe kartelet kolumbiane, dhe ekuatorianët, gje dhe DEA dhe antimafian, i kishe gjithë aty brenda. Të gjithë aty. Dhe kryesisht shqiptarët aty përfshishin atë që quaj karteli ballkanik. Por në Ekuador nuk është se autoritetet e kishin shumë të qartë që ne në Ballkan nuk është se shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Po, nuk mund të jemi fiks. Dhe nuk ka një kartel. Edhe serbët dhe shqiptarët një kartel. Edhe pse ka pasur raste. Dritan Gjika u largua nga Ekuadori, u arrestua në Emiratet e Bashkuara, Qëndron ende? për llogaritë e Ekuadorit. Është ende në qeli? Unë e di që është liruar, qëndron në Dubai, ka qenë me disa nga ato personazhe që janë përmendur ditët e fundit, ka qëndruar atje. Me këta të dosjes tjetër? Po se ky ka qenë të gjitha dosjet, ky ka qenë ndërkryesorët atje, se thash kishe kontakte. Pra, ky është njeriu që mund të gjente lidhjet, mund të orientonte, mund të ta niste vetë ngarkesën. Pra, prandaj sasia e sekuestruar sot që deklarohet nga Spaku është kaq e madhe. Aty flitet dhe për tonelada. A është ky 15 tonë që është dukur në Shqipëri apo jo? Nuk është. Jo. Nuk ka lidhje me. Nuk ka lidhje, okay. Nuk ka lidhje. Tani, sepse thash ky është në Dubai, është përmendur emri tjetër që përmendet Denis Matosh, është Eli Lizari. Okay. Që po ashtu qëndron në sa diun prej gati 2 vitesh është i ndaluar në Emiratet e Bashkuara, nuk e di, mos gaboj për 1 ose 2 muaj aty i mbaron ndalimi atje dhe nuk e di se si do të operohet, nëse ai do të kthehet në Shqipëri, ku ndaj tij ka urdhër arresti. Pra, nëse do të deportohet dhe do të sillet në Shqipëri. Pra, termi që përdoret, po deportimi jo. Apo do ta marri, sepse janë disa shtete që kërkojnë, është Belgjika, është Italia. Emër tjetër? Këta janë 2 kryesorët. Po, të tjerët janë të njohur për ty? Por thash, mjafton kaq. Për të kuptuar peshën e tij. Nëse thuhet që autoritetet belgje se kjo është i dosi që ka ardhur nga jashtë, pra. Po. Në Shqipëri as i gram, 0 gram. Jemi te pjesa e 0 gram. Dhe jemi tek ajo që kam kohë po ta them. Spaku po bën punët, po mbaron punët e pisa të vendeve të Bashkimit Evropian. Pra këto grupe që s'janë goditur dot në Belgjik, në Gjermani, në Francë, në Spanjë, në Itali, tashmë është një strukturë që i godet ato në vendin e origjinës. Dhe i godet kryesisht me materiale që vijnë nga vendi i Bashkimit Evropian. Po ta shikosh periudha që është pjesë e këtij hetimi, është pjesa e Skype. Korrik 2019, mars 2021. Imagjinon që ka bërë mbrapa? Pra vetëm në këtë periudhë janë 50 tonë. Vetëm në këtë që është interceptuar. Pra llogaritë në çfarë niveli kanë qenë. Dhe ku kanë folur në ato kohë këtë gjë kisha parasysh. Pra duke i njohur këta nga afër se kush janë. Dhe çfarë përfaqëson. Pra, në fillim dritani Dritan Gjika ka shkuar atje për të hapur një kompani e cila do të merri kryesisht me sjellje në Shqipëri apo në Ballkan të sasive të frutave egzotike, banane dhe fruta të tjera. Kështu e ka nisur në fillim, ka pasur një ortakun e vet, dhe pastaj situata ka ndryshuar. Ai ka kaluar në një nivel tjetër dhe jemi në të situatën tashmë që Spaku ka bërë këtë pjesën tjetër, identifikimin e pasurive të tyre në territorin e Republikës Shqipërisë, bllokimin e tyre dhe tashmë fillimin e një procesi edhe në gjykat për të provuar ata se nga burojnë këto të ardhur. Sigurisht një pjesë e mirë e tyre të ardhurve janë investuar në ekonominë shqiptare, kryesisht në industrinë e ndërtimit dhe të turizmit, që ne kemi thënë vazhdimisht. Por thash janë narkotrafikantë të një niveli jashtëzakonisht të lartë, ka lidhje Shqipëria shumë e vogël për të përballuar investimet e tyre. Ata kanë investime në disa vende të botës dhe në disa kontinente, jo vetëm në Shqipëri. Pjesa e Shqipërisë është vetëm maja e icebergut e kësaj perandorie që ata kanë krijuar. Po shikoja këto pronat dhe senet sekuestruar janë goxha vlerë pasuri që janë 150 milionë euro, pak në thotë Spaku, të gjitha këto që janë sekuestruar sot nga ky operacion, kemi pasuri, kemi... Shiko, 491 pasuri dhe 209 llogari bankare. Është një hetim që shkruaj nga kreu i Spakut, Lodian Braho,
dhe prokurorja tjetër që ka qenë gjithmonë të sektori krimit organizuar, Doloreza Musabelli, duket si një hetim në fund, se ne deri tani kishim parë hetimet prokurorëve kryesisht me origjinë nga Dibra. Ja ku kemi prokurorët nga Skrapari, janë të dy nga Skrapari dhe kanë goditur për mua ky si hetim është shumë i madh se hetimi i para ca ditë. Më i madh ky? Në nivel të trafikut të narkotikëve, aktiviteti i tyre është shumë i madh se sa ajo që godit para disa ditësh. Ajo që godit para disa ditësh, ata kishin nivelin e investimit dhe infiltrimin e ekonomisë shqiptare më të madh. Pra, niveli që investimeve që ata kishin në Shqipëri i bënin aq të fuqishëm. Dhe përfshirja e kompanive të biznesit. Kurse në rastin konkret, në nivelin e narkotrafikut, ky grup, nëse mund të quhet grup, nëse është grup, është shumë tepër se aq, sepse këta më tepër nuk janë një grup i vetëm, nuk janë një kartel, është një aleancë. Veç këtyre 10-ve, ka persona tjerë? Është një aleancë, patjetër që kur shoh ata dhe duke ditur me kë kanë lidhje, por puna është në çfarë fazë janë hetimet, a është me fraksione dosja, çfarë na kanë sjell partnerët dhe deri ku pastaj do të shkojë hetimi këtë moment. Por thash, ky është një të dy prokurorët e SPAK-ut që kanë kryer këtë hetim, kanë bërë me të vërtet një çështje, thash, kemi të bëjmë me mbas trafikantët më të mëdhenj që ka patur ndonjëherë jo Shqipëria, por në rang global, thash, vetëm për periudhë kaq të shkurtër janë interceptuar 50 tonë. Po 50 tonë kokainë atë kohë ishte 26.000 deri në 30.000 euro kilogrami. Jo si shkoi sot që është më poshtë e gjysmë. Dhe pra kilogrami më shumicë. Kokainë në çfarë niveli shkonte. Pra, prandaj thash fuqia potenciale e tyre. Kemi të bëjmë me një grup që ka ndikuar në zgjedhjen e presidentit, nuk është stili shqiptar të gatrojnë politik. Po. Do kemi thënë disa herë, por ka ndikuar, ne kemi folur me shefin e shefin e Shërbimit Sekret ushtarak që kishte Ekuadori dhe ai na shpjegoi fare qartë një gjë që ai na dha këndvështrimin e Ekuadorit. Pra, kemi pikërisht grupin që kemi folur këtu e para Laso. Nuk ardhën sot pushtet. Madje ka ikur nga pushteti. Është edhe ky që është aktualisht Guillermo Laso, presidenti që është tani Daniel Noboa. Edhe ai akuzohet pra Daniel Noboa është presidenti majt, por erdhi sepse ish presidenti i Kolumbisë akuzon Noboan për lidhje me Shqipërinë, pra edhe presidenti i Venezuelës, edhe i Venezuelës Maduro. Maduro akuzonte Noboan në fakt. Po jo, edhe e përdori dhe i Kolumbisë, por presidenti kolumbian ka një problem që Ekuadori nuk prodhon kokainë. Pra, nuk është vend prodhues, ka vjen nga Kolumbia. Gjithsesi, faktin këtu është prova e vetme deri tani. Ne provuar 4 sipërisht nga hetimet që janë kryer atje, që organizata shqiptare trafiku drogës, edhe pse ata i thonë mafia. Mafia shqiptare, po. Term që nuk pun. Po, mafia shqiptare, sipas autoriteteve ekuadoriane, për herë të parë është dokumentuar që është përfshirë në fushatën elektorale të zgjedhjes presidentit të Ekuadorit dhe është identifikuar, pra janë 2 pagesa, ose më saktë 2 grupe, njëri ka paguar 3 milion euro, 3 milion dollar, tjetri ka paguar 2 milion dollar, sepse Ekuadori ka monedhë kombëtare dollarin amerikan. Pra është një vend që pagesat bëhen me dollar, jo me peso siç bëheshin në Kolumbi, pra ata kanë dollarin amerikan dhe monedhë zyrtare, kombëtare, dhe prandaj u bë edhe atraktiv si vend sepse pagesat i bëhe direkt me dollarin amerikan. Gjithsesi, volumi thash i kësaj organizate, shtrirja e saj, ka nuancat e një karteli, po janë nuancat, tepër është aleancë. Këta 10 veta nuk janë një grup i vetë. Janë disa grupe të vëti. Po secili nga këta ka një grup. Ka organizatën e vetë. Po ka organizatën e vetë. Dhe ka lëvizur. Po Dizdari me Gjikën dhe ata janë një grup apo janë një grup. Nuk janë një grup. Secili nga ta ka grupin e vetë. Por dhe personat e tjerë që janë, sepse thash, personat e tjerë janë faktën emrat është arritur të personat e tjerë nga autoritet, i kam emrat, është arritur të personat e tjerë. Nikol Bibaj, Isa Aliu, Sokol Bibaj, Florian Musaj, Armando Pacani, Denis Matoshi që thamë. Pacani ka pasur një hetim të po nëse e kujton të para 6 muajve, ku është përfshirë dhe atje të çështje, dhe është folur dhe aty për tonelatat të mëdha kokaine, për kokainë që vinte nga Paraguay, ka shumë lidhje. Ajo që më ka bërë përshtypje,
sepse po të shikosh këta, gjithë secili do t'i marrësh Në radhë, po. Gjë që nuk kemi mundësi ta bëjmë sot. Thash, 2 kryesorët janë se këta është bërë. Kur është kap në Emiratet e Bashkuara, Dritan Gjika me njëherë ministri i drejtësisë dhe pastaj ministri i brendshëm i Ekuadorit kanë dalë në konferencë për shtyp. Po, më mend. Kështu që për ta Për tregon rëndësinë e këtij personazhi. Ky është, domethënë, i rëndësishëm në Amerikën Latine. Këta të tjerët janë në kontinent. Mas një bëjtoj nuk ka aktivitet në Shqipëri. Janë në kontinent, po kanë aktivitet. Jo, të flasë të palishëm, flasë. Nuk janë, shiko, Shqipëria thashë është shumë e vogël për të përballuar këto lloj investimi që kanë. Dhe këto vip tek ajo pika që më thënë gjithmonë. Në Shqipëri u krijua një sistem i tillë ekonomik që të përthithe të lloj paraje dhe industri, që është shumë e madhe. Thash, vetëm 50 ton, llogaritë për 26.000 euro, po shkoj te Dyshemea, unë të Tavani që ishte 30.000, dhe llogaritë sa jo zgjidhit në Ekuador, e zgjidhit në Shqipëri. Mund bësh kërdime me ato para. Kështu që gjithsesi thash ky është një sukses, por do të shohim derisa të arrestimet, 7 persona në jashtë raportohen, 3, njëri që është arrestuar, 2 tjerë raportohen që mund të jenë në Shqipëri. Atëherë prandaj është e rëndësishme në këtë rast që ta theksojmë dhe të tjera, prandaj këm ngulin që ky është një dosje që ka nga jashtë, sepse personat janë këtu. Po. E mira do ishte që t'i kapi, të prisë të vini dhe t'i kapi. Mirë, po këtë bësh me një nivel të tillë që shumë e vështirë që t'i kapësh ata. Kështu që në këtë rast po ndiqet taktika tjetër, të ushterojnë burimet. Burimet kush janë? Financat. Nëse ti i godet financat, dal nga dal po pret krah dhe i bën ata pastaj lehtësisht të goditshëm. Si u fuqizuan Dizdari dhe Gjika? Historia atyre thashë duhet fillojmë emisionin nga e para, por Dizdari nuk është operativ, pra nuk është shumë i ekspozuar në Amerikën Latine, është në Europë. Kurse Dritan Gjika ka shkuar mos gaboj 2011. Pra ka qenë 2011 ka qenë Ekuador, nuk ka qenë ky nivel, është rritur pak nga pak, dhe mori fuqinë e madhe kur presidenti Lasso të ndërguan në Ekuador, vila ku ishin shqiptarët ishin ngjitur me vilën e presidentit Lasso, ishte i zonë rezidenciale, San Borondon quhet ajo, ishte elita politike, financiare, ushtarake e vendit, ishin dhe shqiptarët aty. Po tjetër që shqiptar, pra dhe kështë 2 lloj mbrojtje, një mbrojtje shtetërore dhe një mbrojtje nga karteli. Por ishin dhe shqiptarët aty se ishin tërtar shumice. Në vetvete, grupet ekuadoriane, pra në Ekuador hetohet në 2 forma. Ata i quajnë makrotrafik, pra narkotrafiku ndërkombëtar, dhe mikrotrafik quajnë trafikun e brendshëm. Pra ata interesoheshin më tepër për trafikun e brendshëm dhe për faktin që shqiptarët duke sjell financime, duke marrë ngarkesa të mëdha, kjo i kishte ekspozuar shqiptarët, fuqizojnë grupet lokale, të cilat pastaj ndikonin në prishjen e rendit dhe stabilitetit të Ekuadorit. Është fakt që në momentin kur presidenti Noboa erdhi në pushtet, u arratis nga burgu bosi i kartelit. 1 miliard e 300 milionë euro bëjnë 50 ton kokainë, të po shkon nga zburimi që po na ndjek, ndoshta nuk e di me kursin me. Jo, pa ato çmimi që i kanë. Pa me 1 miliard e 300 milionë euro tanë çfarë mund bësh? Mund të organizosh një palë zgjedhje me gjithë protestën brenda dhe të fitosh sa të duash ti. Vetëm ulesh në një lokal ande nga Lumi Vlorës, mbledh ata siç i mbledh komandanti atje dhe hap atë defterin dhe thot këtu do marrim kaq, këtu do marrim kaq, këtu do marrim kaq. Kur këta arrin që të jenë përcaktues në zgjedhjet në Ekuador, si nuk pas kanë mundësi ta bëjnë të njëjtën gjë këtu. Pra është fare e thjeshtë. Pra kur këta kanë investuar kaq milion dollar, se tash $5 milion në Ekuador, po këtu që kanë interesa direkte. Gjithsesi, këto janë për masat e narkotrafikut që kanë folur këtu e 1 dekadë e gjysmë. Sot po na vijnë të dokumentuara, se dukeshim që kishim pa filma me narkos edhe po delironin. Ja ku jemi, këta njerëz nuk i njohim nëpërmjet shkresave, se i kam taku nga afër në Amerikën Latine, në Ekuador, dhe po ashtu edhe në Emiratet, se prandaj kisha këtë informacion, se ndryshe nga do ta gjeja. Pra kisha këtë informacion duke parë se çfarë përfaqësonin ata atje. Në momentin që ti shkon në Ekuador, dhe ata të presin me makinë e presidentit, makinë private presidentit, dhe janë në rezidencën kush presidenti i Ekuadorit, atëherë kupton fare qartë se kush janë ata. Dhe këta ishin ajo batuta që unë e përdorja vazhdimisht. Më i fortë ishte ai që si përmendet emri.
Ta janë njerëzit që nuk u përmendej emri. Pse? Se ishin të përfshirë tek vrasjet. Pra, në Shqipëri s'kishin ngarkesë rrëmbim personi, vrasje, këto i ekspozojnë, këto i bëjnë të dukshëm. Ta kanë qenë të kujdesshëm dhe marrë me këtë pjesën tjetër. Sigurisht, lidhjet e tyre kanë qenë shumë lartë, sepse thash, ata kanë sjellë fonde, ka shumë të mëdha, se ishte i vështirë, ku do t'i çonin këto para, diku do t'i investonin. Dhe por që t'i investonin, duheshin projekte të mëdha. Pra që kishin mundësi t'i përthithin këto fonde. Dhe kur ai lëviz 50 ton, nuk do ndërtoj një pallat 9 katësh mbathore. Të tjetër. Më thonë, se nuk ja vlen barra qeran. Dhe i thot kaq, nuk mund të prish ato macetat e dollarëve që ka sjellë gjande. Pra, me sa duket, këto tashmë është e qartë, edhe pse ambasadorët e vendeve BE-s po e mbështesin SPAK-un, sepse po mbarojnë punët që për dekada të tëra prokurorit dhe gjykatat e vendeve Bashkimit Evropian nuk kanë arritur dot t'i godasin këto struktura. Po të shikosh, dhe po të ish në brendi, njëri kanë nisur në Britani, në Itali, në Belgjik, në Holland, pra zavafillën e kanë gjithmonë diku. Derisa kanë kapur linjat, kanë kaluar si grossist, dhe aty pasaj janë në një nivel tjetër. Por në total deri tani, edhe në rastin konkret që tash unë e shoh, aty është fakti që nuk kemi një kartel të mirëfillt shqiptar, kemi nuanca, sepse kështu veprojnë, krimi shqiptar ndryshe nga organizatat mafioze italiane, se ato kemi më afër këtu, nuk ka një sistem piramidal, pra nuk ka shtab, nuk ka kohë. Të kulturës tonë, të traditës tonë, por ka një sistem, pra krimi organizuar shqiptar, dhe se mos organizata e narkotrafikut, ka një strukturë horizontale, kanë një shef, dhe tjetri kanë në horizont. Kjo ka një të keqe, për ta gjithmonë, se nuk bëjnë dot një shtab, nuk bëjnë një unifikim, prandaj themi është aleancë, se përdorin asetet të njëri tjetrit, kontaktet të njëri tjetrit, por nuk kanë drejtues, janë të gjithë në nivel të barabartë. Kjo ka dhe një të keqe pastaj për ne dhe për Agjencinë e Zbatimit të Ligjit, pse duke mos patur shtab dhe kokë, organizatat shqiptare janë si ameba. Sa më shumë i copton ti, aq më shumë ato riorganizohen. Pra se nuk ka kokë. Ti godet një grup nga Elbasani, ta zëmë në zonën 1 të Londrës, dhe mbasi muajt ka ardhur grup mafieri. Sepse ne nuk kemi një kokë. Dhe duke patur gjithmonë garancinë dhe faktin që Shqipëria është kthyer në një bazë operacionale, ku ata rekrutojnë, se kaq që duhet Shqipëria tyre, rekrutojnë ushtarët apo antarët, kryesisht organizatat shqiptare kanë organizimin fisnor ose shoqëror, pra o janë një fis i madh, o janë grup shokësh, dhe nuk është krijuar karteli dhe për faktin tjetër që nuk bin dakord se kush do të drejtojë. Kjo është një veçori që na dallon ne nga serbët, nga kroatët, nga grupet tjera që janë Ballkan. Pra, ne nuk pranojmë të bëjmë një shtab dhe një kartel. Ne dhe të vendosim një drejtues që janë kartelet klasike, por organizimi që kemi ne, prokurorit, për shembull, de amerikane e quajnë më avangard se organizimi që kanë tjerë, sepse thot duke mos patur kokë, janë të vështirë për të goditur. Dhe duke qenë disa drejtues autonom nga njëri tjetri, pra ti nuk e shkrin dot aleancën nëse ti godet dot të gjithë. Pra gjithë strukturën që ata krijojnë, nëse si kap të gjithë kokat e strukturës, atëherë ti ke arritur të fitosh betejën, po jo luftën, sepse ata kanë mundësinë të rigjenerohen. Otan, nëse po shku Gens Burimi na ndjek dhe thjesht ka një pyetje thot, për sa kohë kanë pasur fuqi të korruptojnë klasën politike lokale atje, derisa nxjerrte presidenti makinën, pse në Shqipëri nuk niset nga ky postulat dhe të thuhet që është korruptuar klasa politike? Pse SPAK se merr këtë lidhje si bazë dhe pse nuk ka emra politikanësh? Thot kolegu Gens Burimi. Por na ndjek dhe mund të përgjigjesh. Përse nuk merre si postulat kjo pjesa e lidhjes së tyre për korrupsion klasën politike? Genci merret shumë me politikë dhe di që para se të krijojë SPAK-u, u krijua një strukturë që quhet Vetingu. Okej, jo, fshive Genci. Dhe Vetingu kush e drejtonte? Politika, se drejtonin këta. Këta interferonin që të kalonte në një njëri tyre. Pra, SPAK-u që është krijuar sot ka kaluar në filtrin ose në sitën e politikës. Dhe ende nuk janë pjekur kushtet, dhe mësonin dikur në histori. Nuk kanë pjekur kushtet dhe rrethanat që SPAK-u të ngjitet aty ku pretendojmë ne dhe ku pretendojnë njerëzit që kanë dalë në shesh, në protest. Ata për këtë kanë dalë. Po SPAK-u s'ka shkuar dot deri aty. Pra, që të arrihet të kompletohet gjithë ajo që kërkojnë njerëzit në protestë, që kërkojnë qytetarët shqiptarë dhe që është realiteti i gjithë saj, dhe që kemi thënë na ka vajtur buza mbrapa, pra çka kemi thënë të kohë? Që është krijuar në Shqipëri
unë të thash bazë operacionale e krimit organizuar. Po u krya një ekonomi e cila krijoi varësi nga narkotrafiku dhe nga paratë e narkotrafikut. Dhe kur ne flasim për sasira kaq të mëdha paraje që kanë hyrë në Shqipëri, atëherë është e thjeshtë të kuptosh pse niveli i informalitetit në Shqipëri është kaq i lartë. Pse industria e ndërtimit është vetëm industri që lulëzon. Pse metri katror rritet kur popullsia përgjysmohet, kur rrogat nuk rriten. Ora kush blek këtu? Kush është ky që blek këtu mo? Hipën në është një lokal, ta kam treguar, katin 23 të një kullë në Tiranë, se aty ma më ndiqoj dhe këto gazetarët e huaj që të jap një panoramë të qartë. I pyesi herë, keni qenë ndonjëherë në Shqipëri, kush ka qenë më përpara, ka më të lehtë. Po, e mban mend si ka qenë Tirana? Shikohet çik tani si është. Dhe ti aty shikon që 85% e vinçave të këtij vendi janë Tiranë. Dhe shikon ku dritit vinçi dhe punon, ngarkesa vazhdon, punon, linja është në punë. Po ka ndaluar, ka i problem, diçka ka ndodhur aty. Dhe kjo justifikon pse ngrihen kulla kaq të larta, me kosto kaq të lartë, vetëm paratë që marrin arkitekt që janë me detyrim europian, vjen të thonë do marrësh të arkitekt dhe ky bën 3 milion euro. Do këtë punë mund ta bëj një studio shqiptare. Kjo është një skem tjetër, besoj Genci do ta njohë më mirë pse se ai disin në Europë kush e merr leje, nuk shko në Europë marrësh lejen e ndërtimit. Se vijon, pse ndërkombëtarët e injorojnë këtë postulat për Shqipërinë sot Genci? Sepse në këtë moment ata janë të interesuar për stabilokracinë. Okej. Dhe ata din shumë mirë se çka ka ndodhur këtu, se Shqipëria nuk doli pa pritmazi sot. Ata njohin të qeverinë që sot që mandatin e parë, kur u bën operacionet anti-kanabis, mbamën si filloi mandati, operacioni qershorit i 2014-s. Operacioni qershorit. Një javë luftë në Lazarat. Dhe aty pam ne çfarë për masash kisha arritur. Dhe pastaj kishim 2016 lazaratizimin e Shqipërisë dhe me kësin e parë që u mor nga licenca, se ne kishim licencë vetëm për kanabis, me kësti parë ne kaluam te niveli tjetër, tek narkotrafiku. Dhe mandati për shembull, dora më e fortë ose implikimi i krimit organizuar dhe kryesisht i narkotrafikut në zgjedhjen e Shqipërisë 2021. Ata janë determinues kur rezultati është shumë i ngushtë. Pra, kur pushteti dhe opozita janë shumë afër dhe me ndërhyrjen e tyre, ata mund të ndikojnë ose në një rotacion, ose në ruajtjen e statu quo. Në rastin konkret në 2021, tashmë janë probabilse, por mbase spaku nuk është akoma atje ku njerëzit e duan, i duhet dhe pak kohë, i duhet dhe pak më shumë integritet, i duhet pak më shumë mbështetje që të arrijnë këto nivele. Sepse pyetja është krejt legjitime dhe drejt që bën Genci, sepse më shumë shanse ka që ta rrëzojë qeverinë. Nëse do të ishim në një situatë normale. Mirë spaku i ka, por thot, po edhe ndërkombëtarët që nuk reagojnë, thot Genci? Po pse nuk e dini ndërkombëtarët se është financuar ekonomia në Shqipëri? Kanabizimi i Shqipërisë, e kam thënë që në atë kohë dhe kam sjellë prova dhe fakte, në 2016 është bërë me lejen e ambasadorëve të vendeve europiane që ishin në Shqipëri. Sepse në vitin 2015, në 3 muaj, tetor, nëntor, dhjetor, nga Shqipëria ikën mesatarisht 20.000 qytetarë. Pra 60.000 për 3 muaj. Dhe pastaj u tha që në fillimin e 2016 që të ndalojmë të fluks, duhet bëjmë të operacion, se shojmë do të para ndryshe me projekte tjera. Dhe po ta shikosh, në muajt mars, prill, maj të 2016-s, u stopua, u frenua largimi shqiptarëve dhe pati kthime nga ndej. Si ishte një ëndër e bukur, do mbillin të gjithë hashash dhe do bëshin gjithë pasur. Dhe e çuan çmimin siç e çuan grop. Pra, kjo e ndërpreu. Prandaj nuk flisin ambasadorët në atë kohë, nuk u folën 2016. Por ne sot po korrim atë që është mbjell atëherë. Sepse ata që hynë aty, krijuan fondin, rezervë, ose garancin, për të hyrë në operacione ndërkontinentale. Shkuan në Amerikën Latine, vendosën kontaktet, dhe arritën në këtë nivel që janë sot. Dhe sot, që kanë gjetur vendet e Bashkimit Evropian? Pse mbështesin ata spakun, sa mbështesin kryesor? Dhe pse thonë ai është partneri më i besueshëm që kemi ne sot? Çdo gjë që më sa pashun tani në takimin e fundit që ishte në Parlamentin Evropian dhe në negociata kush ishte arritja më e madhe? Spak GKK. Pse? Se po bëjnë këtë punë. Ndërkohë ne duam që të goditen grupet e narkotrafikut që operojnë në territorin shqiptar. Jo këta. Këta janë problem për Bashkimin Evropian. Nuk janë për ne. Ne kemi tëra halle këtu dhe ne kërkojmë që goditja të jetë këtu, të mbarojë halli jon. Dhe prandaj on kongul që në gjithë operacionet më dha flitet për 50 ton. Po s'kemi kapur asnjë gram vet. Gjithë problemi është çapo kap ti.
Pra që të arrish në staturën e duhur dhe pastaj t'ja vësh kufirin të thana kryeministrit, presidentit, kryetarit kuvendit e gjitha. Pra, jo më kot të thash, në një vend normal, tu qeveria ose kryeministri do të jepte dorëheqjen nga spaku dhe nga ato që po bën spaku. Por me që jemi në vend normal, kanë dalë njerëzit në shesh dhe në gjitha sheshet e planetit ku ka shqiptarë dhe kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit. Por ajo që duhet jemi në këtë moment të vëmendshëm është që të gjitha këto goditje me njëra mas tjetrën dhe në moment që ato do sillen në Shqipëri, do të kemi një situatë tjetër dhe ne që sot do të kemi një strategji si duhet silemi me bos të këtij niveli. Sepse imagjino ti mbledhësh gjithë burgje këta. Në fakt kjo është një apel i ripërsëritur jo të tanë. Po ndaj po them që ndruar shumë kësaj. Sepse fuqia që ata kanë, po them, unë në 2010 thoshte kemi organizata kriminale që kanë buxhetin më të madh se Ministria e Brendshme dhe dukej utopi. Sot ata mund ta kenë buxhetin më të madh se qeveria e Shqipërisë. Se gjithë shteti, me këtë nivel ku kanë arritur. A u kapni 40 tonsh para një muaji gjysmë? Në nga Spanja, për shumë e madhe, u kap 23, pastaj 7, pastaj 10. Ishin dhe tanët atje. Ishin marokenët, iranianët, ishin dhe ne. Pra, ne jemi, aty kemi statusin ton, kemi pozicionin ton. Duke pra, nëse ne do të ndërsohemi në BE, në tregun e Bashkimit Evropian, ne kemi hyrë. Që është tregu më i pasur, se tregu më i madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po tregu më i pasur i narkotrafikut është Bashkimi Evropian. Ne jo vetëm kemi hyrë, por ne kemi eurodeputetët tanë, pra euronarkot tanë, të cilët janë ulur në Trojes dhe më kujtohet kur u zbërthye Sky, shefja e Interpolit në atë kohë, jo e misionit Eurojust, tha nëpërmjet bisedave të kriptuara që kemi kapur, më në fund kemi kuptuar dhe na duket sikur jemi në një tavolinë të përbashkët me ta dhe po flasim. Ne deri sot kemi parë vetëm flokët e borës. Lere më pastaj akullin e madh të icebergut që s'duket fare dhe që është në thellësi të oqeanit. Por thash, edhe diçka të shkëtu, ky është një hetim që do të zgjas, sepse thash është kaq i madh brenda dhe shtrirja e tyre dhe aktiviteti. Thash, ky është vetëm për 2 vjet. Është hetim historik. S'kemi ardhur dhe sot me. 22, 23, 24, 25, s'kemi ardhur. Ja më shumë thot? Po patjetër mos se sa vinë dhe rrisin. Gjëja tjetër që i merrim qaf shqiptarët, narkotrafikantët shqiptarë, pra që i ekspozonte në Amerikën Latine, i bëri të dukshëm për mediat botërore. Dikush është makutëria. Nuk kanë limite, nuk ndalojnë. Pra, atasheu i Malit Zi në Guayaquil më thoshe që nga janari deri në tetor, kur ishte bisedë të vitit 2022, ishin kapur ngarkesa, shumë ngarkesa, por më madhja që është e kapur sërbëve dhe marazezve nuk i kalon të 180 kg. Ne? Ndërkohë, të gjitha ngarkesat e shqiptarëve nga janari deri në tetor, më e vogla ishte 2.2 ton. Ndërkohë, tha ai, sërbët dhe malazezët kanë ardhur 50 vjet para shqiptarëve në Ekuador dhe janë 50 herë më shumë numerikisht se ne atje. Por kush na veçonte ne nga të tjerët? Ky lloj guximi i çmendur dhe kjo lloj makutërie që ata nuk ndalojnë. Nuk ndalojnë dhe vazhdojnë pafundësisht derisa gryksia pastaj i merr me vete dhe sot nuk ke ku të fshirë. Në qoftë se ti lëviz një ngarkesë nga Amerika Latine 10 ton dhe fut në Europë, siç e kanë futur grupet tona, ti mendon që ata nuk do të ndjekin sa të bie shikuq, po ato duhet jo thjesht kokaina, sa ato mund ta fusin marokenët, ku diun rusët, bullgarët, kushdo. Sepse është një treg i cili vazhdimisht ka uri për produkt botëror. Por shqiptarët e ekspozon pikërisht 10 tonshit, sepse mbas 10 tonshit janë qindra milionat e eurove. Dhe eurot kur bien në duart e këtyre lloj njerëzve, bëjmë problem për gjithë, jo vetëm për Bashkimin Evropian, bëjmë problem për gjithë planetin. Prandaj ne jemi ekspozuar në këtë nivel dhe prandaj sot duket çudi që si ishte mundur të dali drita Angjika, Shkodrani, ketë futur në zgjedhje në Ekuador, duket si në kohën e komunizmit që servise, se kemi servitur në kohën e Enver Hoxhës guerrile për Amerikën Latine, ka ardhur treja Che Guevara këtu. Ka ardhur rinë se ka pritur komunistë shqiptar, pra kemi stërvitur guerrilas. Sot
bëjmë të kundërz. Kemi shkuar atje dhe financojmë atje dhe përplasim mes grupeve lokale që si ta kapim sa më lirë kokainën për ta sjellë në Europë. Tam shumë faleminderit. Kënaqësi kisha për bisedë, të uroj një vijim ditë sa më të mbar. Okej, të shumë këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajme të fundit nga vendi i Reunit dhe bota. Shakoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencë 105.7 MHz. Mos u largoni, pas pak vjen kolegja Ujez Doshlani për zhvillimet kryesore. Bashkë, mirupafshim.